Hormuzi mbyllet sërish. Shtetet e Bashkuara bombardoni Iranin për herë të tretë brenda javës. Forcat amerikane kanë nisur një valë të tretë sulmesh ajrore ndaj objektivave iraniane, pasi akuzuan Gardën Revolucionare Islamike të Tiranit se sulmojnë në mënyrë flagrante një anije tregtare me flamur të Kipros në ngushticat e Hormuzit, duke çuar konfliktin në një tjetër nivel për shkallësimi. Sipas Komandës Qendrore të Shtetet e Bashkuara, raketa iraniane goditi anijen kontejnerike civile duke shkaktuar dëme të mëdha në dhomën e motorëve. Autoritetet amerikane raportojnë se një antar i ekuipazhit rezultoni i zhdukur, ndërsa anija mbeti e paralizuar në një nga korridoret më të rëndësishme tetare për tregtinë botërore. Në reagimin e saj, CENTCOM deklaroi se sulmi iranian përbën shkelje të rëndë të angazhimeve të mëparshme dhe njoftoi fillimin një operacioni të ri ushtarak kundër objektivave iraniane. Zyrtarët amerikanë cilësuan veprimin si një sulm pa justifikuar ndaj një anije civile dhe paramenduan se do të vazhdojnë goditjet nëse Teherani nuk ndalon sulmet ndaj lundrimit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, Teherani pretendon se ajo anije kishte hyrë në rrugë të pa autorizuar. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës dhe gazit në botë, dhe çdo përshkallëzim ushtarak në këtë zonë rrit rrezikun për tregjet globale të energjisë dhe për trafikun detar ndërkombëtar. Sulmi i fundit dhe kundërpërgjigja amerikane kanë shtuar frikën se përplasja mes Washingtonit dhe Teheranit mund të zgjerohet edhe më tej në rajonin e Gjirit Persik.